Falënderimet dhe lavdërimet i qofshin Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar që t'i bekoj takimet tona dhe t'i bëjë të dobishme për neve në këtë botë dhe në tjetrën. Sikurse lutim Allahun Azza wa Jall që mos ngritemi pe këtë mexhlisi e që të mbetet në neve ndonjë mëkat për mëkateve që kemi bërë. Por lutim Allahun Azza wa Jall të na i fal këto mëkate, na udhëzoj në rrugën e drejtë, të na forcoj edhe më tepër për fenë e tij dhe të na mësoj edhe më tepër parimet e fesë e tij nga Kurani edhe nga Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall me takimet tona javore. E kemi sqaruar në dy takimet e kaluara disa prej çështjeve të cilat i kemi pa të arsyeshme se janë të domosdoshme për të vazhduar takimet tona, edhe që i shohim se të domosdoshme për vetë vazhdimsinë e praktikës së Islamit edhe për vetë vazhdimsinë e qëndrueshmërisë së muslimanëve në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ase fillimisht kemi folur për një keq kuptim fatal që ka ndodhur në mesin e muslimanëve, e të cilën e kanë imponuar armiqtë e Allahut Azza wa Jall duke treguar se ky Islam ka ardhur me pengun njërin prej të mirave të kësaj bote, mos më lën këtë njërin me përparu duke ja mbyt epshin e duke ja mbyt kojtin e kështu me radhë. E kemi sqaruar në dersën tonë të parë dhe kemi treguar se Islami nuk ka ardhur me mbyt epshin e as nuk ka ardhur me shkatërru, mirë po ka ardhur me drejtu që më shëzu sikurse njëri. Këtë kemi sqaruar detajisht në dersën e parë. Gjithashtu kemi vazhduar me këtë pikë edhe në dersin e dytë, duke sqaruar se a thuvall çka na ofron Islami, duke sqaruar disa prej pikave të domosdoshme që me të vërtetë bindet ai që e pason rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të bindet se çdo praktikim i tij i kësaj feje i ofron të mirë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj mos mendon asnjëherë muslimani, edhe mos mendon asnjëherë ai që është në rrugën e Allahut Azza wa Jall se nëse bëhet musliman hub diçka për kësaj bote. Sikurse mendon shumica për njerëz se nëse bëhesh musliman, atëherë të hupin shumë gjëra të cilat njerëzit kënaqen këtë botë. E kemi sqaruar me argumente me pika që i kanë takuar takimit ton të kaluar, duke sqaruar se a thua vallë nëse bëhesh musliman hub apo fiton. Edhe përfundimisht kemi përmend ato pika që ata që kanë prezantuar ju kujtohen ose janë në kasetë që janë ingjizuar, pika që kemi përmend se më të vërtetë çdo hap që e bën në Islam je duke fituar e nuk je duke hub. Kështu muslimani do të më jetuar dhe të praktikojë Islamin, nga se nëse kështu të bindet, atëherë don këtë Islam edhe më tepër, atëherë praktikon këtë Islam edhe më tepër, edhe e ruan këtë Islam edhe më tepër, e nuk bëhet sikurse do të thotë kemi thënë në dersën e kaluar, sikurse ata të cilët kanë me veti një qese, e në qese ka plot margaritar e gurë çmushëm, e ai pa kujdesshëm ndaj kësaj e hub dikun rrugës duke ecë në udhëtimin e tij. Prandaj kemi thënë se ky Islam është i vlefshëm, është më i vlefshëm se çdo margaritar, se çdo ari, se çdo pasuri që i ka në këtë botë. Prandaj duhet të bindemi se është ashtu edhe ta ruajmë këtë fe të cilën na ka dërguar Allahu Azza wa Jall mëshirë për neve, s'na ka thuar as me na dënu, e as me na robnu, e as me na lëmra pas kurrëç, mirë po na ka dërguar Allahu Azza wa Jall Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse e ka përshkruar vetë në Kur'anin e tij. Nëse i ktheni Kur'anit dhe e lexoni, do ta vreni se Allahu Azza wa Jall e cilëson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në cilësi që më të vërtetë i takon edhe atij edhe fesë që ka ardhur ai me të. Ajo është sikur të thotë Allahu Azza wa Jalla në surën Al-Anbiya, "O ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." S'kemi dërguar për asnjë tjetër. Kemi dërguar vetëm mëshirë për të gjithë botrat, për të gjitha krijesat. Do të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë jo vetëm për njerëzit, është mëshirë edhe për shtazët, është mëshirë edhe për bimt, është mëshirë edhe për ambientin, është mëshirë për çdo sen. Pra se besimtari bëhet ashtu sikur se Allahu Azza wa Jall ka kërkuar prej tij, atëra do të jetë mëshirë edhe për koqësinë e tij, edhe për familjen e tij, do të jetë edhe shtazë të ndërhat për njerëzve, edhe bimë tek kështu me radhë. Pra është mëshirë për të gjitha botrat, për të gjitha krijesat. Kjo është sa i takon një hyrje të shkurtër të asaj çka kemi sqaruar në derset e kaluara, do të në dersin e sotshëm do të trajtojmë apo do të sqarojmë një përgjigje që para kësaj përgjigje do ta bëjmë pyetjen e që ka të bëjë konkretisht rreth asaj çka kemi marrë deri tash. Nga se nëse jemi binë se Islami është fe e mirë, edhe se Islami na ofron të mira, edhe se Islami na çon përpara, apo tash veç kemi marrë ato pikat dhe jemi binë se çfarë është. Se Allahu Azza wa Jalla ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë, edhe ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rahmet për mirësi të gjitha qenieve të gjalla, atëra duhet të kthehemi në veten tonë tash. Ton problemi s'jen ka te Islami.
Edhe pse për Islam me fol duhet ndoshta me muaj me vite të tëra. Mirë, po besoj që me dy temat e kaluara, që kemi cek disa prej pikave, jemi bind se pse jemi në këtë gjendje, e pse jemi kështu, e pse jemi ashtu, domosdoshmë si kanë fajt e Islamit. Këta kemi kryer në ditët e kaluara, apo tash ti kam çështja tjetër, tash të themi të na. Apo, domosdoshmë se zakonisht musliman din me aqit fajin dikujt tjetër. Faj kafeja, na kalon mrapa, na ka bukë kështu më radh, na serum se feja s'len mrapa. Veç ai që ai burr që punon, edhe ai që ai burr që kontribon, feja kur asnjë sens të ngon, e kemi cek në e parë, edhe në dersën e dytë e kemi sqaruar se çka të ofron ty Islami. Prandaj të kthehemi tash te na. Edhe të diskutojmë tash çështjen për neve të flasim pak. Don për Islamin tregum sa do guda diçka bën. Tash të kthehemi edhe të këshirim të flasim na çka po i ofrojmë Islamit ose na si jemi në raport me Islamin. Prandaj e kam titulluar takimin e sonshëm me një titull që është në fund pyetjes, duke pyetur çka na mungon. Çka na mungon që simi komplet, çfarë duhet me qenë. Domethënë pam se Islami është komplet. Atëra defekti jetë që është në anën tjetër. Është në pasues e Islamit, nuk është e Islami apo. E pam se Islami nuk po i mungon asnjë send. Në Islami nuk po i mungoj ke asnjë send që ka nevojë njëri për të as për këtë botë, as për botën tjetër. Këtë është sharum. Tash të këshirim neve çka po na mungon. A thuvall dikush për musliman në rrëshpytse, çka ka më në mungu? Ka se tham se Allahu Azza wa Jall e ka dërguar këtë fe, këtë Islam konform, tamam ashtu sikurse i përshtatet natyrshmërisë së njeriu, apo asnjë obligim në Islam nuk është më tepër se që ka mundsi njeriu me bajt. Apo sikur se thot Allahu Azza wa Jall, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon askën më tepër se që ka mundsi me bajt. E pamundshme është. Allahu nuk bën zullum. Do të thotë vjen çështja çdo defekt, çdo pengesë, çdo mangësi kthehet te na, te musliman. Atë çka na mungon? Ta dim se ku jemi, ta dim se ku është problemi, çka duhet të zhvillojmë në veten tonë, çka duhet të shtojmë edhe më tepër, çka duhet të plotësojmë që me të vërtetë të ecim bashkë me Islamin. Ka Islami është i lartë, s'ka mundësi me qenë për Islam asnjë sen. Feja Allahut Azza wa Jalla është më e larta. S'ka mundësi me mbisundu, e as ka mundësi me mbivlerësu askush. Nëse këtë feja Allahu Azza wa Jalla ka zbrit prej larti edhe është e lartë. Do të thotë vjen pyetja sikur thash në fillim, çka na mungon neve që siem na me Islamin. Që përmes saj sikur të thash të diskutojmë se a thuvall çka duhet të plotësojmë, edhe të jashtojmë vetes edhe një cilësi që fatkeqësisht plot musliman nuk e kanë, ajo është vetlllogaria. Të llogarisim veten tonë shpeshherë se a thuvall ku jemi. Do të Islami ku ka mirë, po domun na si jemi mirë e kështu me radhë. Në këtë ders i kam zgjedh disa prej pikave, edhe pse ndoshta tema e dersit më adekuate kishte më qenë se çka na mungon, ka shumë. Nuk ka një ders e dy dersi i përthekon. Është më mirë kishte qenë më thonë se çka kemi, se janë pak, ngjista i ngjemi, ato tjera çka se kemi na mungojnë apo. Nga se më shumë s'kemi se sa që kemi, apo. Nëse referohemi ligjeve të Allahut Azza wa Jalla, parimeve të Kuranit dhe Sunetit, do të vrejmë se jeta jonë në raport me Islamin nuk është një jetë që duhet të jemi të kënaqur me të, edhe që lutim Allahun Azza wa Jalla na i fal nga se s'besoj që edhe do të thotë në bazë ligjeve që Allahu i ka përmendur, argumenteve që ajo është i kënaqur me robët e vet në këtë formë e praktikoj Islamin. Mirë po, për me ik pesimizmit e me ik që dikush më hupi mytin se ka ke mos vet, i kom cik pak për pikave që ndoshta ato do të jenë inshallah lut Allahun Azza wa Jall të jenë shkak që na i shtojnë të mirat tona edhe më tepër, të na shtojnë edhe më tepër të jemi besimtar në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Shpeshherë lexojmë apo ndëgjojmë tregime të ndryshme për filan shokun prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shpeshherë ndëgjojmë për filan dietare, filan besimtare, filan njëri të mirë, dashën të Allahut Azza wa Jalla, kështu me radhë ndëgjojmë raste çuditshme që mos më qenë që në transmetime të vërteta si i kanë përcjell njerëz gjenerat pas gjenerate, nuk mundën më me besu se ka ndodhur që ashtu një njeri me praktiku fen e Allahut Azza wa Jalla. E krejt këto na shtyjnë pasri, po përmendë për shkak të rëndësisë që ka dhe duhet të mbeten në zemrat tona të pyetemi se çka na mungon që simi si ata. Çka ka te na që simi sikurse shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose simi sikurse sa tabiin e kështu me radhë. Çështja e parë që është ato udhës me përmend si fillim të përgjigjes në këtë pyetje është se na mungon një çështje që ndoshta kur të përmend